sipas raportit të SBO-dirit, si zgjedhje ku është përfshirë administrata publike, si zgjedhje ku ka qenë partia shtetëngar, si zgjedhje ku janë përdorur me pikë çuditse dakord. Po këtu mbaron demokracia. Një parti që të zgjedhë mbaroi historia. Pikë çuditse dakord. Tani dy pyetje. Do më dëgjosh me ta bëjmë bashkë bisedim këtu. Harron. Jo, nuk do harroj. Mirë, okay. Atëherë, në regjim me banda, me krim, me pushtet, me të gjitha, në 2023-shin ke fituar bastionin tënd Kavajën dhe ke humbur bastionin tjetër Kamzën. Të dy, edhe Arjan Hoxha, edhe Fisnik Qosja kanë pasur përballë banda, krimin, pushtetin, të gjitha ato që ju thoni. Njëri ka fituar, tjetri ka humbur. Tani, në Kamz prap, kthehemi në 2025-ën, mbasi ndryshuat ekipin përfaqësues atje, pra nuk ishin të njëjtit njerëz që garuan dhe bën fushatën në 2023-shin, por pati disa ndryshime në 2025-ën, çfarë ndodhi? Fituat. Çfarë do thot? Do thot që edhe në këto kushte që juve thoni dhe që cilësohen me të drejtë në raportin OSBE-dirit, ju fitokeni o zotëri. Aulon Kalaja më ka fituar në Fushkruj, në një zonë që njihet po. Në një zonë që njihet për element po. Fitokeni o zotëri. Prit more. Elementi i nivelit përfaqësimit vlen. Pse vlen? Ardit, unë kam qenë kandidat fushat. Po e dimë se të kam parë se... Kisha përballë... Të kam ndeshur disa herë në lagje. Kisha përballë dikënd, i cili ishte personazh anonim, mosh fare të re, nuk e njeh as lagja, dhe pagunte 200-300 euro për vot. I iku demokracia aty. Kush ishte kandidati? Nuk do t'ja di i Parti Socialiste. Nuk do t'ja di njeri më se sa premtimet mira ke, sa zotërie, do m'ja përshirë përgjigje për kushtet konkrete që të në kushtet kur shantazhohen banorët dhe i thuhet, të hënën nuk do vish në punë, nëse nuk më del me familje. I kam nga 11 maj, disa konferenca ka bërë Sali Berisha, i kam gjurë, i kam supermoqur. Me qenë se i kam përjetuar, do t'i përmod. Po tani më kthe përgjigje, se fiton dhe... Ja ta themun. Pse? Intensiteti i ndikimit të pushtetit në zona ndryshme nuk është i barabartë. Tjetër ndikim kanë Kamz humben, tjetër ndikim kanë Lezhë, tjetër ndikim kanë Tropoj. Në këta aspekt... I njëti qytet, në 2023-shin humbet, 2025 fiton. Më falë edhe njëherë. I njëti qytet. Për shkak, ne do marim tashin analizë... Apo njërë u alën, njërë u fiton. Do marim element të krimit organizuar, marrëdhënjet e tyre, dinamikën e marrëdhënjeve. Po shkuam ato diskutime pastaj që... Në parim ne jemi në regjim. Pik. Kjo nuk diskutohet. Tani përballë këtij regjimi, çfarë ka ndorë PD-ja të bëj? Kjo u duhet shqiptarëve. Po pra këtu. Të bëj opozitën, të vazhdoj me denoncimet, të vazhdoj me protestat pa numërta, më të shpeshta nga këto që i bën. Si këto që ka bërë deri tani? Më të shpeshta në numër. Përballë si ato që mbiten 100 veta poshtë kryeministrisë që dritet presioni publik ndaj kësaj qeverie që shkoj të japi llogari përballë drejtësisë. Kjo është një qeveri që duhet shkojë para drejtësisë. Pikë. Shqipëria ka hyrë në një krizë të thellë institucionale, kushtetuese, ekonomike, ku njerëzit po e vuajnë çdo ditë dhe nuk mund mbahet peng tranzicioni as me debate televizive, as me sponsorizime nëpër media, as me Megoni Galer, nuk mbahet peng debati publik, se Shqipëria ka nevojë të ecë përpara. Unë besoj që Europa është tashmë tejet e interesuar që Shqipëria të ecë me reformat e saj. Këtu duhet një qeveri teknike dhe duhet ta shikojmë këtë prizëm. Tani qeverin teknike e do të zgjidhim po se do pjesë më të shikojmë me këtë prizëm. Duhet një qeveri e cila e fut Shqipërinë në shinat e kushtetutshmërisë, bën një palë zgjedhje normale, të cilat janë demokratike, fitof më i miri. Fitof ai që e meriton. Se harruat ju qeverin teknike 6 muaj, 7 muaj para zgjedhjeve. Nuk e përmendit më. Nuk e përmendit më, arriti një pikë disa muaj përpara zgjedhjeve që ju nuk e përmendit më fare qeverin teknike, iku nga retorika e Partisë Demokratike. Sa mbaruan zgjedhjet, humbët filluat prapë me qeverin teknike. Pse nuk insistuat ju atëherë? E drejtë. Unë mendoj këtë gjë që me qenë se nuk u realizua qeveria teknike qatëherë, që duhet realizoj, para zgjedhjeve, modeli Maqedonas për shembull, 3 muaj para zgjedhjeve, bën një qeveri besimi, menaxhohen strukturat e shtetit që mos t'i përdor partia në pushtet dhe bëhen zgjedhje normale. Lisandër, kush e vendos qeverin teknike? Ta bëj një pyetje. Nuk mund të bën këtë. Dëgjoj, të lutem, se Parlamenti i Republikës Shqipërisë. I vetmi faktor që imponon qeverinë teknike në vende si vendi ynë, edhe si Maqedonia e Veriut, është vetëm faktori ndërkombëtar. Pa diskutim. Me kë keni folur ju dhe që faktori ndërkombëtar është pro qeverisë teknike, se unë nuk kam dëgjuar asnjë zë sot as nga Washingtoni, as nga Bashkimi Evropian që të kërkojë qeveri teknike në Shqipëri.
zgjedhja janë certifikuar nga të gjitha qeverit kancelarit ndërkombëtare. Kancelarit ndërkombëtare. Po janë përshëndetur, po edhe Merci edhe Merci kancelari Gjermani që ka probleme sot e ka uruar Ramën për zgjedhje. Procedurë standard. Po pikërisht pra, tani mos thuaj që raporti ose Beodirit. Hera e parë që SBA nuk e urojnë zotin Rama, por uruan popullin shqiptar. Po mirë, dhe pastaj edhe ata kanë ndryshuar. Më fal. A e diti pse nuk reaguan ndaj votës ndaj votës pro Ballukut ambasada amerikane? Politikë është kjo. Reagoi Gjermania, nuk reagoi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse Shqipëria aderon për të hyrë në Bashkimin Evropian. Okej, këtu tani keni ndryshuar krah tani. Shiko, politikën e tyre të jashtme. Jo mos është e çuditshme ta shpjegojmë çka ka i bërë. Ajo Rama ka kaluar është sot më pranë Washingtonit se sa Brukselit. Ka që thjesht është. Prandaj se takon njëri. Ka që thjesht është. Kalimi në bordin e paqes. Më i padashur. Të gjitha këto lëvizje diplomatike që Rama ka bërë së fundi e kanë bërë atë shumë pranë Washingtonit, ndryshe nga ç'po ndodh me Brukselin dhe kryesisht me Gjermanin. Kur themi BE-n, themi Gjermanin. Ndryshoi diçka mes Ramës në momentin që shkoi në Amerikë dhe në bordin e paqes? Ka ndryshuar patjetër. Çfarë ndryshoi? Unë do të jap një fakt që nuk e kisha vënë re, po hyra pak ta lexoja dhe e dini ju kur është deklarata e fundit e Shtetet Bashkuara të Amerikës apo një zyrtar të lartë amerikan që thotë mbështesim integrimin evropian të Shqipërisë? E fundit ka qenë në verën e vitit 2024. Pra, me administratën Biden. Me ardhen e administratës Trump nuk ka një deklarat të një... Se duhet ta thonë? Pikrisht pra, ka ndryshuar klima, ka ndryshuar qasja e BE-s. Pra, në qofse Shtetet Bashkuara të Amerikës deri dje ishin shumë të interesuar që Shqipëria të integrohej në BE, tani nuk e kanë shumë problem. Është e pavërtet kjo. Si është e pavërtet? Ku e ke? Më thua një deklarat pra? Ja, një moment. Më thua një deklarat, Lisandër. Fakt, ata nuk do rinë përsërisin vetë-vetën që bindin ju. Jo, po deri në 2024 janë pyetur për çështjen Ballukut dhe kanë thënë kushtëzojmë marrëdhënien me Shqipërinë, raport me zbatimin e reformës drejtësie është deklarata ambasadës. Aty ishte vota aty. Të lutem edhe një herë. Pas votimit nuk janë shprehur. Nuk ka pasur deklarat më dhe ajo unë e kuptoj. Kushtëzojmë marrëdhënien me Shqipërinë. Rama ka bërë dy lëvizje. Në zbatimin e reformës drejtësisë. Së dyti. Dhe anullimi i tenderit Porto Romanës që erdhi pas deklaratës liderit përfaqësuesit të dhomës amerikane të Tregtisë. E ka bërë më pranë Washingtonit. Rama është njeriu që me Gjermaninë ka probleme, ka thënë vetë. Shpall investitor strategjik. Mirë tani fillova tani me këto. Jo, më nuk fillova me këto. Mos bëjmë diskutime spaku këtu, të lutem. Janë fakte këto. Ky është diskutim politik. Është fakt more. Ju ndërkohë keni ndryshuar Aleksandër. Që tenton të cënojë dhe ekonominë amerikane. Të lutem, po le pra tani të lavatriçja e parave. Është nuk e lejon. Po nuk ky është muhabet kronikë e zezë. Është investitor strategjik. Qeveria vet është produkti këtyre. Prandaj kjo është kronik. Kjo është qeveria, është kronikë e zezë. Ndërkohë ky është fakti. Kjo lëvizje Ramos ka bërë që edhe doktorët lëviz. Nuk e lehtëson dot veten në mënyrë penale, zotri. Po mirë, ajo. Zoti Rama duhet shkojë para drejtësisë. Nuk është një lider. Është punë për të më buri Nëse s'të duhet. Nuk është çështje majorancës. Nuk ka partner që të mban afër kur ti ke probleme kaq të mëdha. Po pse ky tjetër që ka? Asnjë problem. Po ky tjetër. Asnjë problem krahasuar. Asnjë problem krahasuar me problemet që ka zotri Rama. Alisandër. Po zotri, a kupton për çfarë po flasim? Është në gjyq Berisha më. Komunikime me grupet kriminale. Larë para. Shpërdorim detyre. Ka akuzë Rama apo jo? Grupi strukturuar kriminal mbi buxhetin e shtetit. Merri parat, jepja me SMS Denisit, jepja me SMS Arditit. Këto janë, jo më këto janë dokumente në SPAK publikuara dhe ke media ku punon. Në gjithë Shqipërinë. Pyetja ime është kjo. Ne nuk ikim do realitetit. Ka akuzë për Edi Ramën apo jo? Urdhra? Ka akuzë për Edi Ramën apo jo? Si thua, ka akuzë? S'ka pra. Do ketë atëherë. Do ketë, mirë, do ketë, do vim këtu me pranverë. Për momentin nuk ka akuzë. Ka një akuzë për Berishën. Pra në rregull. Tani themi këtu.